Që ndikojnë shumë faktorë në të drejtat e gruas. Gruaja po ka liri, sidomos të drejtën e fjalës, edhe që një grua nuk do të me pas atë frikën me shpreh mendimin e lirë. Edhe nuk është marrë nëse muj me qujtë kështu me kërku ndihmë kur ka nevojë. Çdo femën ka me pas atë guximin me shku nashta edhe të ndaj organizatë ose kush do qovë, nëse se ka mbështetjen e familjes, paktën mu drejtu dikon. Jo më vjen shumë keq me bë dallime mes mashkullore dhe femrore. Gjithmonë do të mi pas të drejtat e barabarta për çdo sen. Mirë, shumë faleminderit. Ka puna mini? E Prishtinës. Ka natyra më duket që mos nga jashtë po jetojnë. Jo, në Prishtinë. Në Prishtinë jetoni. Punoni? Po, fatmirësisht e kam gjetë një punë të mirë me një kompani italiane ku po kam mundësi me praktikuar edhe gjuhën. Edhe kështu. Shumë mirë, faleminderit. Fillimisht unë një pyetje kam për ty. Sa ka drejt atë një famën me bëj çka don shoqëri? Sa është i lirë? Atëherë, besoj që ndikojnë shumë faktorë në të drejtat e gruas. Për mendimin tim, varet edhe mënyra nga vjen edhe qysh i rrit. Fatmirësisht i kom pas mundësit me u shkollu edhe vi për një familje ku arsimi ka qenë gjithë primar. Mirë po mund të them që fatkeqësisht ndoshta jo çdo femër ose çdo grua i ka pas këto të drejta, veçanërisht për arsim. Mirë po qysh e kom vrejt unë nga pikpamja ime në vitet e fundit. Gruaja edhe të drejtat e gruas po kanë rëndësi pak ma shumë, edhe gruaja po ka liri, sidomos të drejtën e fjalës, edhe kjo për mu edhe besoj që edhe për të tjerët ka një rëndësi shumë të madhe, edhe besoj që me kalimin e kohës gruaja ka mund cilësu një simbol veç për më mirë, nëse mund të them kështu, për më ngrit po. Në çdo aspekt, si në arsim, si në politik, në edukim, kulturë, art e tjerë. Apo shkelen drejtat e një femre ose një gruaje? Una? Drejtat e një femre, apo shkelen sot? Besoj që po, fatkeqësisht, se nuk e di, jo çdo kush nashta e ka atë fatin ose e ka pas atë fatin me pas mbështetjen, sidomos nashta edhe prej familjes, kështu që fatkeqësisht besoj që po. Po unë mendoj që personalisht mendoj që një femër ose një grua nuk do të me pas atë frikën me shpreh mendimin e lirë. Edhe nuk është marrë nëse muj me qujtë kështu me kërku ndihmë kur ka nevojë. Sa është e guximshme një femër sot në shoqëri, në familje, për shembull, ajo çka do diçka me bë që ajo më ka në zonja, me marrë një vendim. Sa është e vështirë? Po. Po edhe çu thash pak më herët, kërkoj falje, varet shumë çysh i rrit. Besoj që ka shumë faktorë që ndikojnë, nashta do kanë edhe ndroj, kanë frikë që mos po paragjykohen për atë arsye. Po shpresoj që çdo femën ka me pas atë guximin edhe atë guximin që me shku nashta edhe të ndaj organizatë ose kush do qovë, nëse se ka mbështetjen e familjes, paktën mu drejtu dikon. Mendoj ç'është. Jo gjithë familjet e kanë përkrahur, domethënë një femër e përkrahur një jetë si një mashkull, si një djalë. Vërtet, po, e vërtet. Se ashtu ky dallim mes vajzës dhe djalit në familjet tona. A mendon që ka hala paragjykime ose një femër është më ndryshe se një djalë në familje? Jo, nuk muj me thonë kështu, se për shembull në familjen tim jemi krejt barabart, fatmirësisht, po jo më vjen shumë keq me bë dallime mes djalit edhe femrës, gjinisë mashkullore dhe femrore. Unë jam shumë pro mendimit që gjithmonë do të mi pas të drejtat e barabarta për çdo sen. Kështu mendoj. Si një femër, çfarë kush ata gjithë femrave? Një mesazh, një këshill për jetë që kam i shërbyer shumë ti. Me ndëgju gjithë zemrën, edhe nëse najherë menojnë që nuk ka zgjidhje, mos e menojnë këtë sen, se çdo sen këtë jetë ka zgjidhje. Ç'është, menoj. Sukses në punë. Faleminderit, kalosh i mirë. Uroj të kalosh sa më mirë. Punë mbar, faleminderit.